celebrate redemption from slavery and servitude to freedom and liberation. So Pesach represents the liberation of not only the Jewish people, but enslaved people, as it says in the Haggadah, that when Israel came out of Egypt, a whole host of people came with them. So it's not only an exclusive festival to Jews or to Israelites, but it also represents redemption for all people who are enslaved and under the yoke of oppression. Matzah min haaretz. Amen. Look good. Të gjithë dhe dele do me thonë nuk pashkët hebrejës kanë të bëjë me pashkët katolike ose ortodokse. Pashkët hebreje është kur kanë qenë hebrejt në robërën në Egjiptin e lashtë, edhe Mojsiu i ka shpëtu me ndihmën e Zotit, edhe e kanë kalu detin e Kush, edhe janë shku në tokën e premtuar, që është sot Izrael. Hello, komandant. Faleminderit.